martesa, fundi i listës së prioriteteve. Jetojmë në një kohë ku suksesit i kemi ndryshuar për kufizimin. Sot, të jesh i suksesshëm, do të thotë të kesh një CV të pasur, një pozicion të lartë të drejtues, një llogari bankare të bollshme dhe liri absolute për të jetuar pa asnjë lloj përgjegjësie. Por, pas kësaj gare të çmendur për të prekur majat e karrierës, po ndodh një tragjedi e heshtur. Njeriu modern po mbetet vetëm. Kemi zyra të shkëlqyeshme, por vatra të ftohta. Kemi makina të shtrenjta, por nuk kemi me këtë ndajmë udhëtimet. Rinia e sotme po e shtyn martesën për fundin e listës së prioriteteve, duke parë atë shpesh si një barr apo si një pengesë për lirinë e tyre. Por çfarë humbasim kur braktisim institucionin më të shenjtë të tokës? Si e përkufizon Islami martesën? Si një kontratë kufizuese? Apo si të vetmen fole ku shpirti njerëzor gjen më në fund qetësinë e kërkuar? Në Islam, martesa nuk është thjesht një traditë shoqërore apo një marrëveshje ligjore për të bashkëtuar. Ajo është një shenjë drejt për drejt e ekzistencës dhe mëshirës së Zotit të gjithësisë. Kur Allahu i madhëruar përshkruan mrekullitë e tij në gjithësi, si krijimin e qiejve, të tokës apo ndryshimin e gjuhëve tona, ai në të njëjtën grad madhështie vendos edhe martesën. Në surën Er-Rum, ajeti 21, Zoti i gjithësisë shpall atë që mund të quhet kushtetuta e familjes. Dhe nga shenjat e tij që është prej jush, krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të gjeni qetësi tek ato, dhe mes jush bëri dashuri dhe mëshirë. Vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Vini re me kujdes fjalët që përdor krijuesi ynë. Ai nuk thotë se qëllimi i martesës është thjesht vazhdimësia e racës njerëzore apo bashkimi i pasurive. Ai përdor 3 fjalë shpirtërore: sekine, qetësi, mevede, dashuri e pastër, dhe rahme, mëshirë. Bota jashtë është një fushë betejë e ashpër. Ajo të lodh, të gjykon dhe të streson. Shtëpia bashkëshortore sipas Kuranit duhet jetë vendi ku sapo hap derën, të gjithë stuhitë e botës jashtë ndalojnë. Burri gjen qetësi tek gruaja dhe gruaja gjen shtret tek burri. Ata janë plotësuesit e njëri tjetrit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ishte ai që e ktheu martesën në një ibadet, në një adhurim të lartë. Ai e kuptonte natyrën njerëzore dhe e dinte se pa një familje të shëndosh, shoqëria shkatërrohet nga brenda. Në një hadith të famshëm dhe mjaft të drejtë për drejtë, ai u bëri thirrje të rinjve pa dallim. O ju të rinj, kushdo prej jush që ka mundësi fizike dhe materiale për martesë, le të martohet, sepse ajo e ndihmon atë të ulë shikimin dhe të ruaj moralin e tij, ndershmërinë. Dhe në një thënie tjetër që tregon peshën e këtij institucioni, profeti alayhis salam ka thënë: kur robi martohet, ai ka plotësuar gjysmën e fesë së tij, prandaj le t'i friksohet Allahut për gjysmën tjetër. Pse gjysmën e fesë? Sepse martesa e mbron njeriu nga 2 tundimet më të mëdha që shkatërrojnë rinin: imoraliteti dhe egoizmi ekstrem. Martesa të detyron të rritesh. Ajo e kthen një djalë të papërgjegjshëm në një burr që mban familjen dhe një vajzë në një nën që edukon brezat. Ajo është rruga e vetme e pastër, e lejuar dhe e bekuar nga qielli. Por çfarë po ndodh sot? Sot po shohim një fenomen shqetësues. Shumë të rinj kanë punë të mira, kanë të ardhura, kanë shëndet dhe çdo mundësi për të ndërtuar një familje. E megjithatë, ata refuzojnë të martohen. Ata thonë: jam ende i ri, dua të shijoj jetën, nuk dua të lidhem me përgjegjësi. Ky lloj mendimi është një kurth i madh shpirtëror. Të shijosh jetën në vetmi shpesh përkthehet në humbje të kohës në lidhjet përkohshme me haram dhe e varësi që ja marrin në rinisë dritën e saj. Profeti alayhis salam na ka paralajmëruar se refuzimi i martesës pas një arsye të vlefshme nuk është pjesë e rrugës së tij. Ai ka thënë: martesa është suneti im, rruga ime, dhe kushdo që largohet nga suneti im, ai nuk është prej meje. Të kesh mundësi për të krijuar një fole halal dhe të shtysh atë thjesht për mendje madhësie apo komoditet personal, është një lloj mosmirnjohjeje ndaj dhuntive të Zotit. Koha ikën dhe rinia që shpenzohet në vetmi nuk kthehet më. Një tjetër sfidë e madhe e kohës sonë është prioriteti i verbër që i jepet karrierës përpara familjes. Na kanë mbushur mendjen se duhet të bëhemi fillimisht dikushi në sferën profesionale, duhet të blejmë shtëpinë, të bëjmë masterin, doktoraturën, të arrijmë majat e pastaj diku rreth 30-tave apo të 40-tave të mendojmë për martesën. Islami nuk është kundër karrierës apo edukimit, përkundrazi. Ai e nxit suksesin profesional si tek burrat ashtu edhe tek gratë. Por Islami vendos ekuilibër. Karriera duhet të shërbejë jetës, jo jeta karrierës. Sa të rinjtë të reja sakrifikojnë vitet më të bukura të rinisë, moshën e tyre më pjellore dhe më energjike pas mureve të ftohta të zyrave. Ata harrojnë se asnjë kompani, asnjë shef dhe asnjë diplom nuk do të qëndrojë pranë kur të jenë të sëmurë. Asnjë sukses profesional nuk mund të zvendçojë zërin e një fëmije që i thot babi apo mami kur hyn në shtëpi.
Zoti i gjithësisë na ka garantuar se martesa nuk të varfëron dhe nuk të bllokon suksesin. Në surën e Nur ajeti 32, Allahu thot diçka që thyen çdo frikë ekonomike të rinjve. Martoni të pamartuarit midis jush. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i pasurojë ata nga mirësia e tij. Allahu është i gjithëdijshëm dhe dhuruesi i madh. Sa çifte kanë filluar jetën nga zeroja, të thjesht pa asgjë, dhe për shkak të bereqetit të martesës, Allahu ka hapur dyert e riskut, të karrierës dhe të suksesit të vërtet. Mos kini frikë të filloni së bashku. Suksesi më i madh është ai që ndërtohet me tulla të përbashkëta dashurie. O ti i ri dhe ti e re që po dëgjon këtë dokumentar, mos lejoj që trendet e ftohta të kësaj bote moderne të largojnë nga natyrshmëria, fitra, me të cilën të krijoi Zoti yt. Ti nuk je krijuar për të qenë thjesht një numër në statistikat e një kompanie, as një robot që prodhon para. Ti je krijuar për të dashuruar, për të gjetur qetësi dhe për të lënë pas një trashëgimi të pastër. Nëse ke mundësinë, mos e shty. Mos kërko perfeksionimin tek tjetri, sepse perfeksionimi nuk ekziston. Kërko një zemër që e do Allahun, një njeri që të bën të jesh versioni yt më i mirë dhe falu në rrugën e tij. Karriera do të mbetet këtu. Zyra do të mbushen me punëtorë të tjerë kur ne të ikim. Por familja që ndërton me dashuri, me moral dhe me halal, është e vetmja pasuri që do të shoqërojë në këtë botë dhe do të mbetet si sadaka rrjedhse për ty na i ret. Gjeje guximin. Thyej muret e egoizmit dhe ktheu tek ngrohtësia e vatrës. Sepse nuk ka lumturi më të madhe mbi tokë se sa të zgjohesh dhe të dish se udhëtimin drejt xhenetit po e bën i kapur për dore me gjysmën tënde më të mirë. Ata janë petk për ju dhe ju jeni petk për ato. Surja El Bekare 187. Ndërto folezën tënde të hallallit.